Sara Hoxha konfirmoi lajmin për ndarjen me Ledion Liçon. Në eventin e përvjetorit të 10 të fondacionit Fundjavëndryshe, krahas Lori Hoxhës dhe partnerit të saj ndodhej edhe Sara Hoxha. Në syra menjëherë mungesa e Ledion Liços, duke na shtyrë të mendojmë se zërat për një krizë në martesën e tyre mund të jenë të vërteta, aq më tepër për faktin se më parë s'ka qenë zakont të mos i shohim pranë njëri tjetrit në evente e mbledhje të rëndësishme. Në verën e këtij viti, filluan të qarkullojnë lajmet se Sara Hoxha dhe Ledion Liço po jetojnë të ndarë nga njëri tjetri. Në shtator, Ledioni postoi një foto bardhëzi të vetes, duke i shtyrë komentuesit të mendojnë se pasqyronte gjendjen e tij emocionale pas aludimeve për një ndarje nga Sara. Megjithatë, jo më pak se një muaj më parë u konfirmua se Ledioni do të jetë sërish moderatori i Big Brother VIP Albania me producente Sara Hoxhën. Historia e dashurisë së Sarës dhe Ledionit daton që 11 vite më parë me një martesë të kurorzuar në vitin 2018 me një dasmë në Itali. Dyshja kanë 3 fëmijë së bashku.